Kjo shkalla më e lartë e ihsanit. Kjo shkalla më e lartë që mund të ngritet dikush prej mesit të muslimanëve. Deri në çfarë shkalle? Ta adhuron Allahun sikur me e pa. Ta adhurosh Allahun sikur me e pa, ka të bëjë me ata njerëz të cilët e adhurojnë Allahun me dashuri të madhe. Ata kur hinë në ibadet nuk din të dalin për ibadeti, nuk ngihen me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. E nëse jo, nuk e arrin këtë shkallë, është një shkallë tjetër pak ma e ullë, gjithashtu e ihsanit, cila është ajo ta adhurosh Allahun duke e ditur që Allahu të shehti. Ta adhurosh Allahun sikur ti me pa Allahun, kjo shkalla më e lartë. Po nëse jo, ta adhurosh Allahun duke e ditur që ai është duke të pa ti. Ta adhurosh Allahun duke pas bindje që Allahu të sheh. Ta adhurosh Allahun duke pas turp prej Allahu. E di që Allahu të sheh. Ne në cilën shkallë, me cilën mënyrë e adhurojmë Allahun.